vetëm një vit më parë. Fatkeqësisht, Serbia, edhe përkundër faktit që ka dëshmi edhe në rastin e Banjskës, edhe në rastin e fundit kësaj aktakuze që u publikuan nga Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, Serbia ka qenë e bashkë. Edhe gjithmonë Policia e Kosovës, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë edhe Prokuria e Shtetit kanë ofruar fakte, kanë ofruar prova që e kanë lidhur në mënyrë të zyrtarisht e kanë lidhur përfshirjen e Serbisë. Mirë po, edhe për shkak zhvillimeve ndërkombëtare, DC, Bashkimi Evropian ose institucionet e Bashkimit Evropian në çdo deklaratë publike që kanë jep, në çdo reagim zyrtar që kanë jep, në sulmin e Banjskës kanë tentuar gjithmonë që ta ulin, që ta shfaqsojnë Serbinë këtë lidhur me këtë, me qëllim që dëshirojnë prapë ta marrin si çdo populli ta marrin si më të mirë, ta marrin afër vetit edhe të mos krijojnë armiqësi bashkë me Serbinë. Një reagim jo i duhur dhe jo direkt, kisha me thonë, i Bashkimit Evropian, po edhe SBA-ve, kisha me thonë. Një direkte e ka bo Serbinë që të mos mbrapset nga tentimet e saj për ndërmarrjen e sulmeve terroriste dhe sabotuese ndaj institucioneve të Kosovës, e për faktin se për shkak se ndryshimet në terren i kanë ndodhur, kemi ndryshim faktik të gjendjes reale në veriun e Kosovës, kemi prezencë më të madhe të institucioneve shtetërore sigurisë, prezencë më të vogël të grupeve kriminale dhe grupeve terroriste që kanë vepruar për një kohë gjatë atje, kanë ndryshuar mënyra e ndërmarrjes këtyre reakse. Se prap janë operacionale, nëse ju sfidoj pak zoti Perteshi, pra po flasim 2023 shtator ka ndodhur dhe pastaj e pam se çfarë ndodhi në kanalin e Belepensit, ku megjithatë nuk po flasim për një sulm të thjeshtë, 20 kg TNT. Jo, po flasim për deri në 2023 kemi pasur raste ku janë sulmu ushtarë të këforit, janë sulmu mision Neulekse, është sulmu me armë policia e Kosovës kundërshtar politik, për faktin se nuk ka prezencë në terren, kanë ndryshuar tash, pozicionohet asetet strategjike dhe kritike të shtetit që në rast se do të realizohej në përpikri ky sulm, Dami do të mund bëjë edhe më e madh, po flasim për gjysmë në territorit të Kosovës, janë pa ujë të pishëm, po ashtu edhe do të kishte efekt direkt edhe në sistemin energjetik të shtetit. Mirë, sulmi ndaj kanalit të Belepensit, a është sipas jush tash, meqense se po dëshmohet një përgjegjësi që ka shteti sakt, përfshirje le të themi, a është mundësia që tashmë kaq mundet Serbia të bëjnë Kosovë, pra akte të ndryshme të sulmeve në infrastrukturën kritike dhe a besoni se ka hequr dorë nga lloji tjetër i sulmit që ishte në Banjske, që ishte përmes përpjekjes, siç është edhe në aktakuzën tjetër, pra për ta marrë në kontroll një pjesë territorit të Kosovës? Marrja në kontroll e një pjesë territorit të Kosovës, pamunaj me intervenimet e policisë dhe me suksesin që ka pas policia në shtrimin edhe rendit dhe ligjin atë pjesë të territorit ka marrë fund. Kështu që tërheqja e policisë ose trupave policore në pjesë pjesë të shtetit mundohet vetëm me një marrëveshje shumë të rëndë dhe jo të mirë politike që mund ta ndërmarrë Kosova, Serbia. Përndryshe asesi nuk do të mundej me ndodhë. Mirë po, nëra duhet të folim bazë të provave edhe dëshmive dhëna empirike që i kemi në terren. Serbia po thuaj se për 20 vite asnjëherë nuk ka s'është ndalë së tentuar që ta prishë rendin dhe ligjin atje dhe të krijojë situatë jo stabile. Mirë po, vitet e fundit për shkak të rritjes së përpjekjeve të qeverisë Kosovës dhe institucioneve zbatimi i ligjit për me shtirë rend dhe legj atje i ka intensifikuar sulmet dhe e ka rritur nivelin e sulmeve ndaj institucioneve të shtetit. Kemi rastin e Banjskës, kemi sulmin ndaj ushtarëve të këforit, kemi rastin e Belepensit, sulmin ndaj KQZ-s, sulmet me armë ndaj policisë Kosovës, barikada, shumë sulme tjera, tregon që Serbia vazhdimisht nuk ka shku duke e ulur intensitetin e sulmeve, por duke e rrit edhe në shkallë, edhe në rrezikshmëri. Kështu që dona tregojnë që Serbia nuk do të dalet pa një qasje dhe pa një ndëshkem, kisha me thonë, direkt nga ana e Bashkimit Evropian edhe NATO-s edhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mirë po, ajo që ka duhet me theksu këtu është, që më çudit mua është reagimi i këforit. Po, do flasim për këforin, nëse më lejon fillimisht, para se të shkojmë te këfori, doja t'ju pyesja më shumë sa e validon më shumë aktakuzën, fakti që në të janë edhe ka dorë realisht edhe FBI amerikane për shkak që disa nga mostrat që janë gjetur të ulloqit, le të themi, në qizmet e zotit Jovan Vicentijević dhe vllajt të tij, që janë gjetur në kanalin e Belepensit, janë gjetur edhe në vendin ku janë mbastisur pastaj nga policia e Kosovës,
përmes ADN-s praktikisht është arritur të verifikohet që personat e njëjtë pra kanë qëndruar në të njëjtat vende. Sa besoni që fakti që ka një përfshirje amerikane në këtë i jep jo vetëm fuqi, por edhe një farë lloj validiteti komplet të akuzës? Kjo, më mënej, përfshirje e institucioneve që bëha, sidomos FBI-t, në ofrimin e ekspertizës, analizimin e mostrave, dhe veç sa e forcon ma shumë, veç sa e ofron ma shumë provat, argumentet dhe hetimet e policisë Kosovës dhe prokurisë që kanë thënë edhe më herë që ky sulm është i organizuar edhe Serbia është direkt i përfshim. Nuk do të thotë që përfshirja e FBI tregon që institucionet tona të sigurisë dhe drejtësisë kanë pas mungesë kapacitete me vërtetu. Mirë, po kjo veç se e vërteton. Kjo do të thotë, zoti. Për të ishte nëse themi për shkak që gjena që përputhen me ADN-n e të akuzuarve, këtu atë lloj atë lloj analizën nuk e kemi mundësi. Normalisht ka kërku mirë, po kjo nuk do të thonë që edhe institucionet tona nuk kanë pas kapacitet, sepse në rastin e Bojnskës pan ofrimin e ndonjë ekspertize kanë arrit me bën një hetim serioz, mbledhjen e fakteve serioze, edhe hartimin e. Po në këtë rast është përfshirë FBI amerikan. Kjo dëshmon që edhe shteti SBA e jep një mendim, e konfirmon zyrtarisht që në këtë rast ka pas përfshirje direkte të strukturave të shtetit serb në organizimin e sulmeve të tilla. E ndoshta në rast se përfshihet, në rast se kapitalizohet ky dokument, ky vlerësim edhe nga ana e FBI ku e lidh direkt shtetin serb, në rast se qeveria e Kosovës, media tona edhe partitë politike në përgjithësi diplomacia jonë den ta kapitalizoj, ndoshta mund të arrit edhe presionin direkt që bëhet karshi Serbisë. Kjo është pyetja që kisha, po ta rishtrej ndryshe. Pasi FBI ka ofruar ekspertizën, ato janë gjëra faktike, sa besoni që kjo mund të ndikoj që të ketë reagim amerikan diplomatik ndaj këtij akti dhe ndaj Serbisë praktikisht, apo besoni që prapë politikisht SBA do të qëndrojë indiferente, nuk po ndonjë reagim për ndryshe, ndërkohë që amerikanët donë se nuk kanë ambasador, kanë reagime për çështje tjera. E thamë edhe më herët, në rast se policia e Kosovës mbyll një strukturë paralele në veri të Kosovës, me vendim gjykatës, reagimet janë shumë të mëdha, edhe për vendet prindit, edhe për zyres BE-s, edhe për ambasadës amerikane në përgjithësi. Një për këtu kanë heshtën pak. Kjo lidhet më herët edhe me diskutimin edhe që patëm më herët. Përkundër faktit që po ofron dëshmi se Serbia ka përfshirje direkte, sidomos nëpërmjet Milan Radojčić edhe struktura tjera e Serbisë në sulme sabotuese terroriste ndaj institucioneve të shtetit, aseteve strategjike të shtetit, prapë disi ka një pa interesim ose tentim që Serbia të shfaqsohet vetëm për faktin që po tentohet që për shkak dinamika që po ndodhin, qoftë lufta në Ukrainë, qoftë zhvillimet e ndryshme që po ndodhin në botë, po tentohet që sa më pak të mohet Serbia përgjithëse.